Zjarri I rënë në firmën e bagëtive në fshatin Barbullojnë të qytetit të Lezhës ka shkaktuar dëme të shumta materiale dhe ekonomike. Sipas fermerit Gjindoma, si pasojë e zjarrit të rënë një natë më parë në fermën e tij, kanë ngordhur 310 bagëti të imta dhe 9 të gjedh. Dëmi ekonomik I shkaktuar nga zjarri ka vlerën nga 90 në 100 milion lek të vjetra, thekson pronari. Shkaki I zjarrit dyshohet të jetë bërë një shkëndijë elektrike, ndërsa sipas fermerit, ai tashmë ka nevojë për ndihmë dhe kërkon nga autoritetet vendore ta mbështesin në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Pas raportimit të ngjarjes një ditë më parë, 2 mjete zjarr fikse janë nisur me personel përkatës. Për shkak të përmasave të zjarrit, është kërkuar ndihmë edhe nga bashkitë Kurbin, Mirdi dhe Vaudejës për mjete dhe forca shtesë, por pavarësisht shuarjes së flakëve, dëmi ishte I konsiderueshëm.